Sa herë që afrohet 17 shkurti në qendrën korrektuese të Lipjanit, rritet shpresa të burgosurit se do të falen nga presidenti i vendit. Në qendrën e vetme korrektuese për femra dhe të mitur janë 94 të burgosur. 25 prej tyre i kanë dërguar kërkesë për lirim presidentit Hashim Thaçi. Në pritje të një përgjigjeje, të burgosurat e kësaj qendre kanë përgatitur tortë për ta festuar ditën e pavarësisë. Ndërsa Heset Loku, drejtori i kësaj qendre, thotë se për dallim nga vitet e kaluara, si vjet nuk do të organizohet ndonjë koncert. Sa i përket të festimeve të ndryshme përndër të ditës së pavarësisë 17 shkurtit, ne shpeshherë viteve tjera kemi organizuar edhe koncerte nga përfaqësuese e estradës Kosovës, që shpeshherë kanë qenë mjaft solidare dhe shpreh rastin të falenderoj për angazhimet, mirë, por këtë vetë fatkeqësisht nuk kemi arrit të kontaktojmë me njerëz që ka qenë i gatshëm për shkak të angazhimeve që kanë për akt festës. E burgosura Valentina Tufina, e njohur si Tezja e kokainës, për shkak të pamundësisë që të aplikoj vetë, shpreson se presidenti do të falë ndonjë të burgosur tjetër. Shumë mësim merr nga kjo burgu. Unë se kam ditë, kjo është universitet për mua. I them presidentit inshallah dhe gjithë se çdo njeri gabon jetë, po duhet me fal dikush që të mësojnë dhe tjerat. Ndërkaq Doruntina, e burgosura që në qendër hyri si e mitur, konsideron që kjo kohë i ka shërbyer për të reflektuar mbi veprimet që do t'i bëjnë në të ardhmen. Por si, çdo njeri gabon, unë jam 20 vjeçare, ku marrën shumë shkollë këto, që kur mos më jas me gabu as kur gjëheq. Në kohën kur ishte presidente, Atifete Jahjaga nuk e kishte falur asnjë prej femrave dhe të miturve të kësaj qendre. Këtë e konsideron diskriminim Adelina, e dënuara me 18 vjet burgim për vrasje. Ajo shpreson se këtë vit do të ndryshojë vullneti i presidentit për këtë kategori. Unë po shpresoj që presidenti kësaj here ka më bë diçka. Nuk është e rëndësishme kush falet, është me rëndësi që është një fillim i mbar, nëse veç ndërmerr diçka në këtë drejtim. Përndryshe uroj fesën gjithë shqiptarëve kudo që janë. Në zyrën e presidentit, si vjet kanë shkuar 694 kërkesa për falje nga të burgosurit e të gjitha qendrave korrektuese.